Organizata e Kombeve të Bashkuara akuzoi Izraelin se po lë sistematikisht civilët në rripin e Gazës të vdesin nga uria. Drejtuesi i zyrës OKB-s për koordinim të çështjeve humanitare në territoret e pushtuara, Jonathan Whitall, akuzoi Izraelin se po pengon qëllimisht përdorimin e sistemeve të sprovuara të OKB-s. Ne mund të arrijmë çdo familje Gazës, si kemi bërë në kaluarën, po na pengojnë ta bëjmë këtë në çdo hap, tha në Der al-Bala në rripin e Gazës. Kushtet katastrofike janë plotësisht të shmangshme, tha Whitall. Këto janë kushte që janë krijuar për të vrarë fuqia pushtuese e Izraelit, duke se po ndjek politikën e shfarosjes së palestinezëve nga jeta. Forcat ushtarake izraelite hapin vazhdimisht zjarr ndaj njerëzve që përpiqen të marrin ushqime, tha Whitall. Përpjekja për të mbijetuar shpesh dënohet me një dënim me vdekje. Nga heqja bllokadës së izraelite të furnizimit në muaj më parë, janë vrarë pothuajse çdo ditë njerëz që ishin në kërkim të ushqimit. Përfaqësuesi i OKB-s akuzoi udhëheqjen izraelite për ngritjen e qëllimshme të qendrave të shpërndarjes së ushqimit, të cilat operohen në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara në zonat e militarizuara. Gjithashtu nuk ka mjaftueshëm ujë të pishëm, nga njëra anë sepse nuk ka karburant për pompat, nga ana tjetër se disa pusë janë pa arritshme për shkak të situatës së rrezikshme. Objektet mjekësore që kanë mbetur pa u shkatruar u mungojnë gjithashtu mjetet për nevoja themelore. Popullsia është përqendruar në 17% të territorit të rripit të Gazës, tha përfaqësuesi i OKB-s.